Orece, testi.
në këtë defile ushtarak Lantumirës do të theksojmë veprimet dhe punën e batalionit të 3 të ushtrisë shqipe kombëtare, brigada 112 Mujdin Aliu, i cili është themeluar para 2 muajsh me komandantin e emëruar nga shtabi i përgjithshëm i UÇK-s, zotëri Isem Memishi. Ky batalion ka numëruar 3 kotike etnike, po me armë në dorë i afirmoi ato me një program të qartë politik, duke synuar kështu i jap fund barbarisë, shtypjes dhe terrorizmit slavo-maqedonas. Në këtë mënyrë, edhe në këtë troje, u kthye heroizmi popullor shqiptar, i cili solli në vend dignitetin tonë kombëtar, patriotik dhe njerëzor. Shumë betejë në fushë të nderit, në kalan e qytetit Tetovës, u bën burim frymëzimi për shkrirjen, për hapjen dhe shtimin e radhëve të UÇK-s. E në këtë vijim të plot ishte edhe rinia e fshatit Nerash, Odër dhe Yazhin, e cila në mënyrë masive u inkuadrua në vijat e para të plakës, duke dhënë një shembull tipik sublim të një vendosmërie dhe të një sëndrese të patyrshme njerëzore. Si rezultat i këtyre zhvillimeve të përhapjes së veprimtarisë ushtarake, bataljoni i 3, brigada 112 Mujdin Aliu, i cili kishte për qëllim formimin e një korridori pendimi që do të lidhte malin shtar dhe fshatrat rreth tij me brigadën 115 përkatësisht me malet e Karadasit të Shkupit dhe me fshatrat që gravitojnë në tonë. Kjo detyrë nuk ishte as pak e lehtë, u desh me shpejtësi të formohet struktura e plotë e batalionit, të zgjidhen pikat të cilat do të përbënin pozicionet, për nga do të sigurohen jo vetëm vija zinxhirore, por edhe mbrojtja dhe ndalimi i këmbëtorisë paramilitare maqedonase për të ndërhyrë nga drejtimi i fshatit Gjeburos dhe rruga e Tetovës. Në këtë mënyrë, ata dëshironin të bënin zhbllokimin rrethues të forcave të tyre nga fshati Belovish e deri në kufirin me Republikën e Kosovës. Prandaj, provokimet, vëzhgimet dhe sulmet vinin papritur nga fshati Gjeburos, ku ishin stacionuara forcat shumëta policore dhe ushtarake maqedonase. Këtyre sulmeve shqiptare, të cilat donin të vritin në pabesi, ju kundërvu me sukses të plot, kompania e 2 e batalionit të 3 të udhëhequr nga komandanti i saj Taib Bejtuli. Për të parën herë, sulmi ka ndodhur me 27 e shtatit 2001 në orën 14:30 te vendi i quajtur Gryka e Vardarit. Pozicioni ynë është qelluar nga 3 anë me armë të kalibrave të ndryshëm, mitralos, snajper, mina hedhës, zola e tjerë. Njësitë tona janë përgjigjur me njëherë dhe në 8 e 30, pas 3 orë luftimesh të ashpra, neutralizohen goditjet armike, duke kërkuar urgjentisht armëpushim për të pranuar edhe tërheqjen e tyre nga pikat për nga kanë qelluar. Kjo ka qenë zbrapsje e parë dhe serioze. Pas kësaj, njësitë tona kanë bërë një vëzhgim të parafort deri në 20 metra dhe në çdo kohë kemi qenë të gatshëm të ndërmarrim veprime asgjësuese. Me 9/7/2001, në orët e mbrëmjes, për fshatit Nerash, ka rënë granatat të cilat kanë shkaktuar detonime të forta. Është gjuajtur nga 3 drejtime, me tanksa, mina hedhës, helikopter, granatat kanë ardhur nga fshati Jegunos, nga pozicioni i malit të Zas, nga Rataja dhe Zhilta, si dhe pozita e forcave ushtarake në fshatin Bratnik. Në këtë rast, kompania e parë e batalionit të 3 ka reaguar dhe ka hapur zjarr me mina hedhës dhe mitralos të rëndë në drejtim të fshatit Bratnik. Pas këtij reagimi, sulmet nga ky drejtim kanë pushuar aty ka mesi i natës. Këtu duhet të përmendim edhe datën 13/8, kur në orën 17:30 në Shkup u nënshkrua marrëveshja politike për paqen në Republikën e Maqedonisë. Pas aktit të nënshkrimit, forcat paramilitare maqedonase në shenjë pakënaqësie kanë provokuar situatën, duke mitraluar dhe duke qelluar me mina hedhës nga fshati Belovish dhe Vratnik në drejtim të fshatit Nerash. Por, sidomos, intensiteti i goditjeve ka qenë më i lartë në pikat ku ishte e vendosur kompania e parë në fshatin Odër e udhëhequr nga komandant Mala.
Njësitë tona me shpejtësi kanë reaguar dhe nga një afërsi e përshtatshme kanë shkaktuar tërësisht punktin paramilitar dhe policor në vrejit të fshatit Bellovisht. Luftime intensive ka patur deri në orën 19:30. Më vonë, situata është shqetësuar. Në këtë përleshje, ne kemi të plagosur lehtë një ushtarin Adrian Ramadanin nga Prizreni. Të nderuar ushtarë dhe epror, Batalioni i 3, Brigada 112, Mujdin Aliu, ishte shprehje e vullnetit të shquar të të rinjve tanë. Ballafaqimi i situatave kombëtare dhe shoqërore, të cilat i karakterizoi gjithmonë një optimizëm real, me hodhe e tallaze patriotike. Këtë veprimtari ushtarake e bëri më të madhërishme edhe pjesëmarrja e vëllezërve kosovar, të cilët ishin dhe janë një digë e pakalueshme. Heroizmi i tyre i shquar u bë një golgotë e vërtet për forcat ushtarake policore maqedonase. Vëllezërit nga Kosova edhe njerë dëshmuan se atletëria e tyre është sublime. Këtë atletëri e karakterizon një